Dy fusha të reja futbolli janë inauguruar në qytetin e Gjirokastrës, një investim i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë presidenti i Federatës së Futbollit Armando Duka dhe kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi, si dhe përfaqësues të komunitetit lokal, trajner dhe futbollistë të rinj. Duka dhe Golemi vlerësuan rëndësinë e këtij investimi për zhvillimin sportiv të qytetit dhe për mundësinë që krijon për të rinj që synojnë të ndjekin ëndrrën e tyre në futboll. Kryebashkia ku Golemi theksoi se sporti është një mjet i fuqishëm për edukimin e fëmijëve dhe zhvillimin e shëndetshëm të komunitetit. Sot jo thjesht po inaugurojmë dy fusha që janë shumë të domosdoshme, sidomos për ata që pretendojnë të bëhen futbollistë, edhe e kanë ëndër të gjë, po futbolli edhe loja e futbollit është përtej thjesht lojë futbolli, është një disiplinë për të rritur shëndetshëm fëmijët tanë, fëmijët e këtij qyteti, edhe Gjirokastra, kur them Gjirokastra, po flasim edhe meqense janë përfaqësuesë të shoqatës për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Në çdo investim që bëhet për ta, është një investim që shumëfishohet në brezat e arshëm. Jemi në fakt në një teren të ri, ne do vazhdojmë, fola me presidentin, folëm, ne do marrim përsipër për që të vazhdojmë me pjesën e ndriçimit, e kemi patur një pjesë, po do të bëjmë gjithë pjesën e ndriçimit. Presidenti Duka e cilësoi ceremoninë si një dëshmi të bashkëpunimit të suksesshëm mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Gjirokastër. Ai foli për vizionin e përbashkët të zhvillimit të futbollit në të gjithë Shqipërinë dhe angazhimin për investime të vazhdueshme në infrastrukturë. Sot vërtet është një ditë shumë e bukur, që ka dhe një kohë shumë e bukur këtu në Gjirokastër, por akoma më e bukur sepse shohim këtë impiant të ri, i cili jam shumë i sigurt që do t'i shërbej shumë. Jo vetëm futbollit, por përgjithësi qytetit Gjirokastrës. Pse qyteti? Sepse do të edukoj fëmijët që të merren me sport dhe mos merren me gjëra të tjera jo të mira për edukimin e tyre. Unë jam shumë i kënaqur dhe i lumtur me bashkëpunimin me Bashkinë e Gjirokastrës. Realisht kryetari i Bashkisë Gjirokastër ka qenë një shtys kryesore për ta bërë këtë projekt dhe për projekte tjera që edhe për përmirësimin e infrastrukturës në stadium dhe në përgjithësi për futboll. Ky projekt është pjesë e iniciativës kombëtare 100 fushat dhe pritet të ketë ndikim të madh në rritjen e cilësisë së futbollit në Gjirokastër, duke nxitur më shumë të rinj të angazhohen në sport, të zhvillojnë talentin dhe të marrin pjesë në aktivitete që promovojnë shëndetin dhe edukimin jashtëkollë.